Dashi, sot marrëdhëniet personale mund të jenë në qendër të vëmendjes tuaj. Një bisedë e sinqertë me partnerin sjell qartësi dhe thellon lidhjen. Shëndeti kërkon vëmendje ndaj stresit, ndaj merrni kohë për relaksim. Financat mbeten stabil, por shmangni shpenzimet impulsive. Mbrëmja është ideale për të reflektuar mbi qëllimet tuaja afatgjata dhe për të bërë plane të reja. Demi. Dashuria sjell ngrohtësi sot dhe një moment romantik me partnerin mund të forcojë besimin mes jush. Beqarët duhet të jenë të hapur ndaj njohjeve të reja, por të shmangin idealizimin e tepërt të dikujt. Një projekt i ri mund të sjellë sfida, por edhe kënaqësi të madhe. Në aspektin financiar, një ofertë ose mundësi e papritur mund t'ju befasojë pozitivisht. Mos harroni të ndani kohë për veten dhe për të dashurit tuaj. Binjakët. Marrëdhëniet me partnerin mund të jenë paksa të tensionuara, ndaj përpiquni të komunikoni hapur dhe me mirëkuptim. Mund të keni ndjesi lodhjeje, ndaj pushoni sa më shumë. Kujdesuni për dietën dhe shmangni ushqimet e rënda. Financat kërkojnë planifikim më të mirë, veçanërisht nëse keni shpenzime të papritura. Gaforja. Partneri juaj do të vlerësojë iniciativën dhe përkushtimin tuaj. Një detyrë e re mund të kërkojë përqendrim të lartë, por rezultatet do jenë pozitive. Shëndeti juaj është i mirë, por është koha të filloni një aktivitet fizik të ri. Financat janë të qëndrueshme, por është mirë të shmangni investimet e mëdha për momentin. Pasdite, një lajm i mirë ju sjell optimizëm dhe ju motivon për të ardhmen. Luani. Sot do të ndiheni më të lidhur me partnerin dhe mund të ndani momente të veçanta bashk. Beqarët kanë mundësi të njohin dikë që i frymëzon, por duhet të jenë të durueshëm. Në punë, idetë tuaja novatore do të vlerësohen dhe mund të merrni një detyrë të rëndësishme. Në aspektin financiar do të keni mundësi për të rritur të ardhurat, por duhet të jeni të mençur në menaxhim. Virgjëresha. Dashuria sjell qetësi dhe stabilitet, veçanërisht për ata që janë në një lidhje të qëndrueshme. Beqarët mund të ndjejnë dëshirë për ndryshim dhe aventura të reja, ndaj mos hezitoni të dilni jashtë rutinës. Në punë, një detyrë e vështirë mund të zgjidhet vetëm me qetësi dhe përkushtim. Mbrëmja sjell mundësi për të mësuar diçka të re për veten tuaj. Peshorja. Marrëdhëniet romantike kërkojnë më shumë mirëkuptim dhe tolerancë. Një bisedë e hapur mund të zgjidhë çdo keqkuptim. Beqarët duhet të jenë të kujdesshëm me njohjet e reja, sidomos nëse vijnë nga rrjetet sociale. Financat janë të qëndrueshme, por është mirë të shmangni huazimin e parave. Një lajm i papritur në mbrëmje mund të ndryshojë planet tuaja. Akrepi. Sot do të ndjeni një lidhje të fortë emocionale me partnerin dhe mund të planifikoni diçka të veçantë së bashku. Beqarët do të kenë mundësi të takojnë dikë që i ndan të njëjtat interesa. Organizimi i mirë mund t'ju ndihmojë të shmangni vonesat dhe stresin. Mbrëmja është e përshtatshme për të filluar një hobi të ri ose për të lexuar. Shigjetari. Dashuria mund të sjellë një surprizë të këndshme, veçanërisht nëse keni qenë të hapur me ndjenjat tuaja. Në punë, përqendrimi është i lartë dhe mund të arrini rezultate të mira nëse qëndroni të fokusuar. Financat janë të mira, por mos bëni shpenzime të panevojshme për gjëra të luksit. Mbrëmja është ideale për një shëtitje ose për të kaluar kohë në natyrë. Bricjapi. Marrëdhënia me partnerin kërkon pak më shumë vëmendje, një gest i vogël mund të sjellë shumë gëzim. Beqarët do të tërheqin vëmendjen e dikujt në një ambient social. Në aspektin financiar do të merrni një lajm pozitiv që lidhet me një pagesë ose bonus. Pasdite, merrni kohë për të reflektuar mbi arritjet tuaja dhe për të bërë plane për të ardhmen. Ujori. Sot dashuria ju bën të ndjeni të sigurt dhe të mbështetur. Një bisedë e thellë me partnerin mund të hapë horizonte të reja në marrëdhënien tuaj. Në punë, një projekt i nisur prej kohësh do të japë frytet e para. Financat kërkojnë disiplinë, veçanërisht nëse planifikoni të bëni një investim. Mbrëmja është perfekte për të kaluar kohë me familjen ose për të ndjekur një aktivitet kulturor. Peshqit. Marrëdhëniet personale përmirësohen fal përpjekjeve tuaja për të dëgjuar dhe kuptuar më mirë partnerin. Në punë do të dalin në pa aftësitë tuaja analitike dhe do të vlerësoheni. Një detyrë e rëndësishme kërkon përqendrim, ndaj shmangni përqendrimet. Financat janë të qëndrueshme, por është mirë të kurseni për planet e ardhshme.